kam unë për Spagun. Unë kam shprehur mendimin tim dhe dyshimet e mia vazhdimisht, sikur Spagu të ishte kështu, pra që vërtet ka fuqi, kështu si u paraqit më të fortë dhe se Rama, do të isha shumë i kënaqur, po u mendoj që po të ishte kështu, Velia nuk do të guxonte fare që të sulmonte Spagun ashtu që ka sulmuar. Dhe Rama, jo vetëm herën e parë do e sulmonte, po dhe tani do ishte shumë i shqetësuar për veten e tij, për fatet e tij. Unë nuk mendoj që gjendja është kështu. Unë mendoj që padyshim aty mund të ketë disa njerëz që kanë më shumë ndërgjegje për përgjegjësi, quhet profesionalizëm dhe që me këto krime që ulërasin, padyshim që do të bëjnë diçka, kanë pas dhe një mbështetje amerikane, tani thuhet që ka një mbështetje evropiane, apo jo, për ta ruajtur të institucion, por përtej kësaj, deri ke pavarësia edhe ndaj Ramës, më duket se është një hendek që s'është mbushur, në kuptimin që Rama nuk ndjehet aq i kërcënuar, dhe se po të ndjej aq i kërcënuar Rama për Spagun në tërsinë e vet, nuk do vazhdonte të bënte këtë që po bën për ditë. E kam thënë 100 herë, mjafton shiko lejet e ndërtimit, se si ka Erion Velia lejet e ndërtimit. Tash i mori dhe ato nën kaçet, ja mori Rama gjitha. Ky është kryetari i bashkisë gjitha. Ky menaxhon gjithë parat e krimit në Shqipëri. Nuk i menaxhonte Erion Velia. Dhe kur fakti që ky s'ka asnjë lloj frike, nuk të shfaq, mua më duket se edhe në qoftë se këta kanë shku deri aty, sepse një pjesë si thash kanë fytyrë, një pjesë sepse edhe duhet bëjnë një sikur apo ku diun, unë gjykoj që tek Rama nuk shkojnë dot. Dhe fakti që nuk shkojnë dot te Rama, për mua bën që problemi të jetë i mbetet problemi. Dhe aq më tepër bëhet problemi akoma më i madh, masi të fitoj zgjedhjet Rama, si shumë kam frikë se kështu do ndodhë, ku atëhere do të bëhet edhe më i fuqishëm. Pra, këtu ndahemi në një gjë thelbësore, po të mendoj unë që ka drejtësi të pavarur në Shqipëri dhe do më thonë ndarje pushtetesh, do isha shumë i lumtur, do thoja ka dhe demokraci, po këtu ka regjim. Dhe në një regjim është vështirë që një drejtësi të jetë e pavarur. Kështu që është gjithmonë bile instrument i fuqishëm i pushtetit. Qori, edhe se kemi dhe pjesën e dytë, sigurisht do më flasim edhe për Partitë e Reja? Sigurisht që drejtësia në Shqipëri, në kuptimin e gjithë sistemi drejtësor, të drejtësisë nuk është tërësisht e pavarur nga politika, sepse ka drejtë zot Lubojën që do ishte ashtu do kishte edhe efekte të tjera. Po midis kontrollit nga qeveria dhe pavarësisë plot, ka diçka aty në mes. Do të mendoj që ka sistemi sot i drejtësisë një pavarësi relative, përndryshe nuk do ish vënë dorë mbi Erion Velia në 3 muaj para zgjedhjeve. Sikur Edi Rama të kontrollonte Spakun dhe GKK-n, Erion Velia nuk do ishte aty, do ishte duke bërë fushat për Partinë Socialiste. A ka fuqin Spaku sot i shkojnë zyre Edi Ramës e t'i hap proces gjyqësor, se kanë frikë për ta arrestuar, nuk e arreston dot se duhet të votoj kuvendi, nuk e bën dot këtë gjë. Nuk e dim. Ne dyshonim edhe para se të arrestoj Velia nëse do ndodhte apo jo. Edi Rama sot është, besojmë, i fuqishëm ende. Mirë po nga ana tjetër, nuk do të harrojmë që ka dhe një kundërpeshë potenciale, që është shoqëria. Në moment që shoqëria kërkon me do e mos drejtësi dhe ngre standardin, një lloj siç thoshte, nuk mjaftojnë këta ministrat e dorës 2, duhet shkoj çështja tek Erion Veliaj, e njëjta shoqëri mund ta ngrej standardin dhe të thotë ne duam drejtësi të plot tashmë. Ne duam që askush mos jetë amnistuar. As Edi Rama. A do ndodh kjo gjë? Do ta shohim, është proces. Askush nuk mund të thotë në mënyrë absolute po ose jo. Dikush tjetër? Do të replikoj për çështjen e Spakut, sepse jeni me Lubojën kemi folur gjithmonë për të qendrimet tona pak a shumë dihen, po unë qendroj kësaj gjëje. Fakti që janë prek disa të paprekshëm, që nuk janë prek kur në 34 vite. Edhe janë prek njerëz të rëndësishëm, ministri i Brendshëm, ministri i Mjedisit, kryetari i Bashkisë Durrësit, kryetari i Bashkisë Tiranës, zyrtar shumë të lartë, zëvendës kryeministri, ministri i Financave, ministri i Ndërtimit, pra, nuk është gjë e vogël kjo. Kjo është sepse në 30 vite s'ka ndodhur kurrë. Dhe këta janë njerëz me shumë pasuri dhe pjesë e zullumit dhe vendimarrjes kryesore të Partisë Socialiste. Tregon që
ka pak një nukull, ka një bërtham, nësë pak që po tenton t'i projekta, edhe nuk mund thuhet që kjo kontrollohet nga Rama, se nuk ka njëri në botë që do dojtë shkatërrohet qeveria ati në këtë mënyrë. Edhe narrativa politike, se s'mund thoi Rama tani që kam rregullu rendin, kam rregullu trafikun e drogës, luftën e trafikut, domethënë, apo ndërtimin apo të gjitha. E para, e dyta, që mendoj edhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar, domethënë. Kjo se ka korrupsion total, siç mendoj unë, për 34 vite, duke shkatërruar gjithë Shqipërinë, me bregdete, me pyje, me toka, me kulla, gëdaqela, vithane, me politikanë që kanë makinat nga 8 metra, politikanë që s'kan as si biznes, janë milionerë, me vila ne, me vila këtej, pra, këta njerëz sigurisht do reagojnë, nuk është kollaj me hetu këta. Po fjalë për pushtet total, po sy aty mund të jetë edhe $5 miliardë, nuk e dim sa mund të jetë. Një sasi kokaine e ka para 2 vitesh në Durrës bënte 2 milionë euro. Tani mos hiperbolizojmë kështu, zotëri. Po nuk del njëri edhe ta kenë ata, unë po them që nuk kanë mundësi ta kenë 8 metra, po buxheti vjetor aktual. Aq mund kanë që mos dalin me një makinë 8 metra. Buxheti vjetor, si, jo me rrogën e botës së Markura dhe makinën 8 metra. S'ka shans. Ai ka rrogën sa unë, ne me jemi pedagog, kemi rrogën një. Dhe do të makinë 8 metra me këtë rrogën tonë kur, gjithë jetën. Tash një gjë tjetër. Nuk më kuptoj, nuk po them që nuk kanë para ta blejnë, po them që nuk e bëjnë atë show. Të paktën këto 2-3 vitet e fundit nuk i nxjerr njëri me 8 metra. Do të gjë që gjithë ky zullum total, se këtu në Shqipëri qeverisja nuk është thjesht një sistem politik i një partie apo disa partie politike. Është bashkëpunim me krimën organizuar dhe biznesin klientelist. Është një triad kjo. E kemi thënë 100 herë këtë gjë. Pra nuk është se vendos thjesht Rama edhe thjesht Velie edhe thjesht Benameta, ka mrena kjo qeverisja është një triad. Po flisim për Spakun, lëri qeverisjen. Dhe kjo do reagojnë dhe Spaku, dhe nuk mund të jetojë të gjitha, por nuk mund të kapet ky dhe ky së dumne. Spaku po tregon që i prek ta dhe kjo është gjë shumë e mirë. Okej. Pastaj diskutim tjetër është si i prek, se duhet ta themi edhe këtë, se Meta konteston procesin, Berisha konteston procesin, Velia konteston procesin, procedurën. Po ky është një diskutim që gjithë këto kontestime tregojnë edhe këtë që them unë, reaksionin e madh sistemit të Spakut. Nuk është për sot ky diskutim. Jam shumë dakord, po është një mision tjetër ai. Kam pyetjen e fundit për këtë pjesë. Çfarë do të ndodhë, çfarë parashikoni të ndodhë mes Ramës dhe Veliajt? Tetu, po, si nga doni, si zoti Shej i pari, po. Nga doni, nga të doni. Veli, do mund të bëjnë që të kënë qeftë, dhe mund të martohen. Që e thoti për shkollin, që po. Unë them që ai... Në privatin e tyre, po dhe politikisht. Unë them që ai do rrinë burg. Ka të regoj që edhe ato tjerët që pretendu në gjë në burgën. Po pra, por çfarë do ndodhë mes tyre politikisht? Do vazhdoj përplasja mendoni, ju si e parashikoni? Tash s'ka që ndodhë politikisht midis tyre, se duket sigur edhe ai tjetri është një institucion politik. Ai është një njeri izolu në burg, ato 5.000 që ka pas ai në për Tiranë, të hikin sonte. Dhe i kanë hikë gjëtë natë. Kështu është politika në Shqipëria. Baroj kjo punë. Nërsa i tjetër është kryeministri, kontrollon edhe ai shumë. Çdo gjë po thuj se po mund t'i ndodhi. Tash përpara zgjedhjeve nuk e ndodh gjë, gjykoj unë. Kuptoni, po mund t'i ndodhi dhe atit mbas zgjedhjeve dhe unë them që dhe atit është trash zullumi dhe do kputet si gjithë zullumet që trashen, kuptoni. Ka mbaron dhe vaj atit, kandilit atit. Pse? Po e ka mbaru vetë. Se gjithë të njerëz që janë vë këtu, nuk janë vë se kanë pas një karrierë politike në shpinë, po t'i shofësh. Janë vë se janë për zgjedhje atit personale. A i është investu ka ato, a i ka ngrit, i ka hypë sipër, sa që dhe kur bim poshtë ato, nuk është se lejnë një gjurmë madhe. Se gjurmë është po a i vetë. A i ka ngrit, a i ka bëj, janë personazhe me thënë drejtën politikisht, është përvua ideali politikisht, bërë një parti herë, mërë një 8-9.000 vota, ka që vrulli politikë. U lidhë me aleatin e madhe me e, të e njerës që kanë bërë karrierë, të thash, në hyqmit atit. Prandaj dhe i ruan të drejtën, morale dhe politike që t'i bveri dhe shkelmin, t'i përzej dhe t'i poshtroj. Si që pëndodhë me shumë nga ato, fatkeqësisht nuk ndodhë vetëm ke partia atit. Pse? Se të thashë, këto në i farë mënyre janë produkt i investimit i politikë. Nuk është që kanë ardhë njerës që janë ca për luke, demonstratat socialiste, apo kanë bëjë, e që si gjë. Okej, të bojnë? Shiko, që Velia kishte marrë 8 pjetën, kuptimin e